Jemi të shtëpia e gazetarëve apo reporting house këtu në muzeon ku është hap instalacioni i kuratorit Gazmend Ejupi. Me këtë instalacion, po ju bëj thirrje me adhuru muzeut ndonjë tesh, ndonjë fotografi, ndonjë objekt, artefakt që hala e keni prej kohës që keni qenë refugjat. Ky instalacion e shënon përvojën e refugjatëve që janë dëbu përmes trenave dhe këtu ka qenë veni ku i kanë qitë valigjet, po shumë shpesh që kanë qenë ngarkum trenat, so këtu kanë flejt njerëzit, i kanë qitë edhe fëmijët. Ne, po ju kërkojmë ndihmë që ashtu që shboni Iliriana Zogjani e cila i solli rrobat e foshnjës 2 muajshe me të cilën është dëbu prej Prishtinë në Mbllace, ashtu edhe ju të ndani me neve çka do që hala e keni prej asaj kohe edhe ne do ta shndrojmë në një ekspozit që është e hapur për me i tregu gjeneratave të ardhshme se çka ka ndodhur gjatë këtij dëbimi të gati 1 milion shqiptarëve nga Kosova në vitin 1999.